Me 10 peshq të vegjël të ngordhur janë gjetur në anë të lagunës së Nartës pranë manastirit të Zvërnecit. Fillimisht nëpërmjet videojeve të denoncuar nga qytetarët kanë ardhur në redaksinë e Blu Televizion ku janë konstatuar peshqit e ngordhur. Ajo çka mendohet qoftë nga qytetarët apo edhe nga burime konfidenciale mund të jetë një gjueti e palishme nëpërmjet rrymës elektrike apo duke peshkuar nëpërmjet helmimit. Ndërkohë që ky nuk është rasti i parë i cili ngre alarmin për një gjueti të palishme, ku shpeshherë Blu Televizion ka denoncuar jo vetëm në lagunën e Nartës, por edhe në zona të tjera si në Karaburun apo edhe në ujëra të tjera nëpërmjet gjuetisë me lëndë plase apo edhe brenda zonave të cilat nuk lejohet të gjuhet peshk. Me 10 peshq të ngordhur janë evidentuar mëngjesin e kësaj të mërkure në bregun e lagunës së Nartës pranë manastirit të Zvërnecit. Fillimisht në redaksinë e Blu Televizion kanë bërritur video nga qytetarë të ndryshëm të cilët denonconin në rastin në fjalë dhe ngrinin shqetësime mbi situatën e krijuar. Dyshohet se peshqit mund të jenë helmuar ose edhe ngordhja e tyre ka ndodhur si pasojë e gjuetisë së palishme, me anë të energjisë elektrike nga persona të ndryshëm që operojnë në zonë. Një praktikë e tillë mbetet tepër e rrezikshme për ekosistemin ujor, pasi dëmton jo vetëm peshqit, por edhe gjallësat e tjera të lagunës. Rasti në fjalë ngre shqetësime të mëdha mbi situatën e gjuetisë së palishme në zonat të caktuara, përfshirë këtu edhe zonat e mbrojtura, ku shpeshherë raportohet se përdoren metoda të ndaluara, si energjia elektrike apo edhe lëndët plasëse. Pavarësisht deklarimeve për kontrolle dhe monitorime të vazhdueshme nga institucionet përgjegjëse, raste të tilla tregojnë se fenomeni vijon të mbetet problematik. Banorët dhe qytetarët që frekuentojnë zonën shprehen të shqetësuar për dëmtimin e mjedisit dhe pasojat që mund të sjellë kjo situatë në biodiversitetin e lagunës së Nartës, një prej zonave më të rëndësishme natyrore dhe turistike në jug të vendit. Ata kërkojnë më shumë kontrolle dhe masa konkrete për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.